Kur Zoti krijoi gomarin, i tha: Do punosh nga mëngjesi deri në darkë dhe do mbash gjëra të rënda mbi kurrizin tënd. Do hash barë dhe do jetosh 50 vjet. Atëherë gomari u përgjigj: 50 vite me këtë jetë? Është shumë e rëndë. Më jep vetëm 30 vite. Dhe kështu u bë. Më pas, Zoti krijoi qenin dhe i tha: Si qen, do ruash shtëpitë e njerëzve dhe do jesh shoku i tyre më besnik. Do hash çfarë të teproj nga njerëzit dhe do jetosh 25 vjet. Qeni u përgjigj: O Zot, 25 vjet një jetë e tillë? Nuk durohet. Më jep vetëm 10 vite. Dhe kështu u bë. Më pas, Zoti krijoi majmunin dhe i tha: Do hidhesh nga një degë në tjetrën, do sillesh si shakaxhi, do përqeshësh të tjerët dhe do jetosh 20 vjet. Majmuni u përgjigj: Të jetoj 20 vjet duke përqeshur të tjerët? Shumë janë. Më jep vetëm 10 vite. Dhe kështu u bë. Në fund, Zoti krijoi burrin dhe i tha: Ti je burr. Je i vetmi me logjik në këtë planet. Do përdorësh arsyen për të dalë nga çdo situatë që do të paraqitet. Do jetosh i gëzuar në botë dhe do jetosh vetëm 20 vjet. Burri tha: O Zot i madh, të jem burr vetëm 20 vjet nuk mjafton. Të lutem, më jep edhe 20 vitet që la gomari, 15 vitet që la qeni dhe 10 vitet që la majmuni. Dhe kështu u bë. Që atëherë, burri jeton 20 vjet si burr. Pastaj martohet dhe punon 20 vjet si gomar, nga mëngjesi deri në darkë, duke mbajtur barë të rënda. Më pas rrit fëmijët dhe jeton 15 vjet si qen, duke u kujdesur për shtëpinë dhe duke ngrënë çfarë tepron nga familja. Së fundi, kur plaket, jeton si majmun, duke u sjellë si shakaxhi dhe duke u bërë i përqeshur i nipërve.